për këtë mandat. Por është i bindur dhe një pikë tjetër çfarë unë paktën e shikoj si mesazh përfundimtar të tij në këtë intervistë ka të bëjë që nëse i dalin pritshmëritë të tija që do fitojë mandatin e 4, pas 11 majit ne do kemi mosnjohje të zgjedhjeve, ku tha që sa herë të jetë zoti Berisha në krye të Partisë Demokratike nuk do ketë njëjtë rezultate të zgjedhjeve. Sigurisht këtë besoj lidhet me rezolutën e Partive Popullore Europiane, ku tha që është një terren i shtruar për të mos njohur rezultatin e zgjedhjeve të 11 majit, një artikulim që ka bërë dhe publikisht zoti Rama, dhe ndaj vetvetiu i mshon fort atësaj se çfarë the që e rëndësishme është që këto liderë të vinë në Tiranë dhe jo se çfarë thonë në rezolutat e Partive Popullore Europiane, ndonse për hir të vërtetës një nga personat që ka votuar pro është kancelari gjerman, kështu që nuk duhet neglizhuar. Mua kam përshtypjen që Rama mu duk i pashqetësuar sa i përket kësaj rezolute dhe po fjalët e përdorura për ta po të bësh një krahasim, si ishte përgjigje, sa e koha që moris, fjalët që zgjodhi të përdorte kur e pyete për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për ambasadën amerikane, ndërkohë që shumë e fortë menjëhershme përgjigje sa i përket rezolutës së PPS. Dhe unë e besoj ai e tregon që është i pashqetësuar, unë besoj se realisht është i pashqetësuar dhe deri diku treguai sinqert në këtë drejtim kur tha unë e di shumë mirë se si funksionojnë këto rezoluta, që ndonjëherë këto partitë si motra të ngrejnë, ti propozon një tekst, ato ngrejnë dorën, ta miratojnë dhe thjesht për të bërë qefin. Në finale Edi Rama ka eksperiencën e gati 12 viteve pushtet si kryeministër, si drejtues i një vendi antar i NATO-s dhe di shumë mirë tashmë pyetjet edhe për lobimin me SBA-n, kam përshtypjen që dhe i shpreu një lloj pendese tani që është në qeveri, nuk do bënte të njëjtën gjë. Pse? Sepse ka kuptuar që partnerët ndërkombëtar shpeshherë duan apo nuk duan, e pëlqejnë apo nuk e pëlqejnë individin, ndjekin atë që ka pushtetin. Marrëdhënien kreu i shtetit me kreun e shtetit e ka me atë person dhe me atë parti që drejton vendin në ato momente. Kështu që kjo kam përshtypjen shpjegon pse Rama është kaq i qetë në raport me rezolutën e PPS dhe shpjegon deri diku dhe përgjigjen që dha sa i përket pyetjes nëse do ta bënte përsëri atë lobimin e famshëm, të kujtohet historia e hershme kur Rama ka qenë në opozit kur për takime në Shtetet Bashkuara të Amerikës u paraqit me emra të tjerë. Kështu që ka treguar politika shqiptare që Krisla Civita, më kujtua në këto momente, në atë videon e publikuar tek Guardian, qeshte kur fliste se sa ndryshe ishte politika australiane, ku ai po vepronte, po konsulonte dhe Shqipëria. Thonte këtu unë nuk duhet ta marrin vesh që unë ekzistoj këtu në Australi, ndërkohë që në Shqipëri mirëpritet përfshirja e amerikanëve. Po, kryeministri Rama vërtet ndoshta është penduar për ato lobime dhe kontrat e lobimit, por zoti Rama ka gjetur një mekanizëm tjetër, zgjedh këshilltar të huaj dhe këshilltar me peshë të rëndësishëm. Këshilltarin ekonomik të Angela Merkel. Po, ka pasur dhe Tony Blair. Por në finale, ka do të thotë që përdor jo, absolutisht konsulencë përdor konsulencë të jashtme, e përdor në ndarjen e kryeministrit, po që i shërbejnë edhe përsa përket të gjithë qëndrimit të tij në pushtet dhe në politikë. Dhe sekreteve të pushtetit janë shumë të rëndësishme në pozicionin e publik me Tony Blair e ka përdorur te zoti Rama. Nëse flasim për zotin Berisha që përdor publikisht zotin Arsivitat, një gjë ka përdorur zoti Rama me Tony Blair. Por Rama do se ishte një kontratë goxha e majme, prap sërish e përdorte publikisht. Rama ka kuptuar që nuk janë influencat në Shtetet Bashkuara të Amerikës ato që t'japin votën dhe t'japin pushtetin, kam përshtypjen. Dhe këtë mundua ta paraqiste edhe në përgjigjet e veta, ndonse unë e përsëris, ai u tregua shumë i kujdesshëm në mënyrën e përzgjedhjes së fjalëve, sa herë që foli për SBA-n, për Trump dhe për ambasadën amerikane këtu. Por zoti Rama flet për gjithçka përsa përket politikës së jashtme dhe duhet të themi që ka një lloj aftësie për të patur edhe përgjigjet e duhura ndoshta në momentin e dur, por nuk flet kurrë për problemet. Dy problemet janë më të rëndësishme në Shqipëri, arsimi dhe shëndetësia që prek çdo qytetar, edhe neve që jemi këtu, por çdo njeri që është i vërtetë tha edhe për cilësinë e arsimit, aty nuk flet, po një test, po pa dhënë detaje se kush është përgjigjet e testit parë. Po pa dhënë detaje se kush është ky test i dytë që është bërë dhe sa që ngemi ngritur, ku arsimi është një nga problematika dhe shëndetësia, pasi çdo njeri që përballet sot me shëndetësinë apo me arsim, problemet e arsimit janë të prekshëm, nuk është nevoja që edhe pensionet janë një lloj shqetësimi. Absolutisht, është një lloj shqetësimi. Për ne të rinj mbase 3 vite apo 4 vite nuk janë shumë, por për pensionistë janë shumë. Sepse zoti Rama ka një problematikë me pensionistët. Ishte thënë që brenda këtij viti do kishim një skem të re të pensioneve, nuk e kemi dhe nuk flitet më për atë. Ndërkohë edhe për rritjen e pensioneve flitet për 2030, çka do të thotë që disa pensionistë
do presin edhe 4 vite të tjera nëse do kjetë rritjet të pensionit. Nëse do t'jenë gjallë. Po, nëse do t'jenë. Çka do thotë që problemi që prekin direkt njerëzit nuk kishin një përgjigje nga zoti Rama. Dhe duhet të prekim që pensionistët janë kategoria që voton me shumë Partinë Socialiste. Dhe kjo është e çuditshme, të paktën deri më sot, se ne nuk dim datën 11 maj si është rezultati, por deri më sot pensionistët është kategoria që voton me shumë Partinë Socialiste dhe ajo është lënë